500.000 euro dasëm, Ilir Vrenozi, thumbon Josefina Topallin, mund t'i ketë kursyer për kohë keqe për të martuar djalin. Dasma e djalit të ish kryetares të kuvendit, Josefina Topalli, ka tërhequr vëmendjen jo vetëm për madhështinë e saj, por edhe për komentet ironike në rrjet, mes të cilave ka spikatur edhe reagimi i Ilir Vrenozit, një nga zërat më aktiv dhe kritik brenda radhëve të demokratëve. Në një postim në rrjetet sociale, Vrenozi ka thumbuar ish deputeten duke shkruar me ironi se ndonse mund t'i ketë kursyer të birit deri në 500.000 euro për këtë dasëm. Momenti që ka zgjedhur për ta zhvilluar nuk është as pak i përshtatshëm, duke lënë të kuptohet se situata politike dhe ekonomike në vend nuk përkon me ngjarje të tilla luksoze. Unë nuk jam dasma dhe kundra luksit. Muhabeti është që këta mund të kenë biznes familjar dhe mund të harxojnë edhe 500.000 euro dhe 1 milion euro. 500.000 euro bëjnë 500 milion lek, gjëra të vogla, lek xhepi. Kjo i ka hequr më janë për djalin e saj 500.000 euro apo 1 milion euro që të bëj dasmën, as nuk diskutohet kjo punë. Po të mos e bëjnë dasmën këta, kush do e bëj? Muhabeti është me që momenti është i keq, në kuptimin që Rama ka fituar mandatin e 4, populli është i varfër, demokratët janë 12 vite rrugëve, sikur nuk shkon që të prishësh kaq shumë lek dhe të bësh një dasëm luksi. Nuk ishte një dasëm luksi në Kalan e Shkodrës, ajo ishte e mrekullueshme.